Presidente Bredar Çakalli, mirë se keni ardhur në Solë Intervista. Mirë se gjeta. Keni bërë një rrugë qatë, po jepi sot në një vend historik. Pse në Apollonia? Pikrisht aty ku duhet. Shpesh herë kam thënë dhe vende tjera dhe kryesisht gjitha treve shqiptare që ne jemi një kombi lashtë edhe nga këtu do të nisë historia. Pra këtu kemi histori, domethënë paktën 6 shekuj para Krishtit, ndërkohë që ka patur qytetërim edhe më përpara. Edhe vazhdon të jetojë si vend atraksion turistik. Pa dyshim dhe unë besoj që akoma nuk është zbulu historia vërtet e kombit tonë, kështu që jemi në fazat e para të historisë si shqiptar që të marrim fatet e kombit në dorë. Bredar, zakonisht në Solë Intervista ne përshkrim të karrierës që ke. Sot që flasim ti ke shumë morale në gjithë Shqipërinë, gjithë territorin e Shqipërisë edhe jashtë saj. Mund na thuash se si e fillove pasioni? Dëshira ka qenë shumë e madhe që të bëj një gjë për vendin tim pa i kërkuar llogarit askujt, por të isha vetë i pari që të reagoja. Nisi si dëshirë, si pasion, për tashmë është kthy një detyrë. Fillimisht fillove me vizatimin apo me shkrimin? Vizatimin e kam pas që në Vegjeli, në fakt, që në klasës parë shkollën fillore, që kam rënë sy për pikturat, ndërsa me murale që sot njifem djali muraleve u bo diku ke 7 vjet që janë publik, por ka nisë më herët. Ka nisë me shkrime, ka nisë me gjëra shumë të vogla, derisa arrita në këtë ditë sot. Çfarë vështirësi ka një piktor murale si puna jote? Koha, drita. Shikon radh parë do ta ndihesh këtë që shumë thjesht bësh murale të ndryshme, lule, natyrë dhe shumë ndryshe të bësh një figurë kombëtare. Nuk po them që çdo gjë ka qenë perfekte, por duhet marrë parasysh dhe presioni që kam pas që në fillimet e mia. Radh parë nuk më njifte njëri dhe nuk e dishin njerëzit ose shteti, se përplasjet e para kanë qenë me policinë, në fakt, me thënë drejtën, dhe atyre ju duke pa besueshme që një djalë nga Dibrat të shkote në kufi me Greqinë bote një shqiponjë. Edhe ishte pak si e dyshimt, edhe aty kanë nisë fërkimet e para. Por është ai presioni që ke peshën e historisë mbi supet tonë në dorën tonë, kështu që jam munduar gjithmonë të jap më të mirën pavarësisht se ka qenë shumë e vështirë, për shkak se në terren mund përballesh me lloj situate me njerëz që e duan vendin dhe me njerëz që janë antikombëtar. Kjo peshë historisë i bie që të jetë shumë e rëndë si përballon. Për fat është shumë e rëndë dhe nuk kam qenë i vetëdijshëm fillimet e mia që do kisha këtë peshë. Tash kam një pyetje për to fjalët atë dhe më dhe. Cila është për mendimin tënd? Me sakta, nuk e gjuhëtar, po si mendon ti se kemi themi atë dheun, më dheun? Shiko, atë dheu është diçka që për mua është fjalë shumë e madhe, dhe kështu do të jetë dhe për tjerët, por kryesisht unë cek gjithmonë kombin, se ndryshimi sot flasim për Shqipërinë 28.000 km2, që për fat keq nuk është historia. Historinë kanë dhe shqiptarët e Shkupit, Tetova, Dibra e Madhe, Ori, Struga, Kosova, Çamëria në krau tjetër, e gjithë këto janë historia e kombit shqiptar. Neve nëse thome kemi historinë tonë veç nga këto troje tjera, ne nuk kemi kemi një përqindje shumë të vogël të historisë. Dashuria jote kaq e madhe për atë dheun, për MMD-un, pse është? Unë vin nga një familje dëshmorësh. 1860-ën stërgjyshi im ka ra fush betejë kundra Osmanëve, që mund ta them është një thirrje gjaku. Ky është një rast që gjaku nuk botu, sot do të kalojmë brezat, prapë vjen një moment që thirr gjaku. Ky
është shumë pozitive, mos them 1% e vogël është negative, por kjo negative nxjerr pa dhe armiqët, në fakt, me thënë drejtën, se unë kam pas oferta më të ndryshme që tërhiqem, shikoj jetën time, janë ofruar dhe pagesat majme që unë të vazhdoj jetën time mos merrem me çështje kombëtare. Edhe kjo tregon që muralet e mia dhe pikturat dhe figurat që janë aty kanë peshën dhe tregojnë një të vërtetë. Që për fat keq janë shumë qarqe që nuk duan të dalë e vërteta. Teknikisht, cila është morale që ke patur më shumë vështirësi për ta realizuar? Morale, unë thash edhe më parë që në radh parë do të pa terreni. Nga terreni pastaj ke edhe frymëzimin. Nëse shkon një terren që e di që mund kesh dhe armiq, do mundosh t'i japish të paktën ke 60% dhe të largohesh. Nëse ke një terren që ndihesh ngrohtë, të pret populli, pastaj aty mund t'i japësh gjithçka. Folëm pak më përpara për figurat e Shqipërisë. Ti sigur që ke një referencë, një libër, antologji të këtyre figurave, përmbledhje të tyre. Sa shumë figura të del koha për të mbaruar gjitha këto? Unë jo qëllimisht nuk jam marrë me figurat e lashta, siç është sot Apollonia. Për arsye që ne për fat keq ne do të më nis nga A-ja, pastaj më arrit ke Z-ja. Nëse unë do tentoj të bëj diçka për ilirët, Dardanët, periotët, Volosët, janë shumë fise. Taulantët, këtu ku jemi po. Taulantët do ketë përplasje, për arsye që nuk kanë gjithë informacionin e duhur. Ne do të më nis nga figurat të pakundërshtueshme, siç është Skënderbeu, Ismail Qemali, Isa Boletini, Çeçistopulli, Elezi Sufi dhe shumë figura të tjerë që janë pakundërshtueshme dhe njerëzit i njohin dhe i dinë dhe ta kuptojnë një të ardhme që kjo është kaos e kombit, e historisë. Siç është Elezi Sufi, janë dhe fiset taulantët këtu. Dhe më thonë çdo gjë lidhet me njëri tjetrin. Për këtë Isa Boletinin jam kurioz, po themi ne, se është figurë shumë e madhe, nuk po themi ne barabartë me Ismailin, po shumë i fuqishëm. Ku kemi ne, po themi ne, vepra artit të Isa Boletinit, përveç një përmendore në Vlorë? Ka dhe në Shkodër. Unë fakt vi nga Veriu dhe më shumë jam fokusu nga luftetarët që kanë luftuar me armë me shpata, por ne nuk bëjmë dot pa njëri tjetrin. Jugu kryesisht ka treguar veten që ka njerëz të penës. Edhe Veriu ka treguar që janë njerëz të pushkës. Historikisht kështu ka qenë. Dhe sa për Isa Boletinin, jam mundu gjithmonë që ta bëj kudo, atje ku duhet me bë, sidomos kur kam bë Ismail Qemalin, kam bë dhe Isa Boletinin, për arsye që janë dy figura që tregojnë shumë histori. Ti me gjithë të punë që ke fotografuar, kataloguar, do bësh një broshurë? Në këto momente nuk është se mund ta mendoj këtë pjesë, për arsye që unë rrallë raste shumë të veçanta mund të shkruaj emrin tim poshtë, për arsye që nuk është se jam vetëm unë që po i bëj ato muralet, ti jemi realist. Unë janë nisa, por nuk i kam pas mundësit ekonomike që t'i arria t'i përballoj gjitha vetë. Janë dhe shqiptarë tjerë, shqiptarë shumë të tjerë, shqiptarë ndeshëm, shqiptarë që e duan këtë vend dhe fal atyre janë bërë ato murale. Unë nuk jam vetëm, nuk mund të them që unë i kam bërë gjitha vetëm. Po ti ke qenë dora që ke pikturuar, po normalisht kostot? Pikërisht këtë po them dhe unë, kostot janë njerëz patriot, njerëz që duan vendin, njerëz që japin për Shqipërinë dhe historinë e vendit. Pra domethënë, ti si mendon, ja vlen kjo punë e madhe, shumë ditore, javore? Sa unë e di sa shkon një murale dhe e di sa marrin tjerët, por unë kur nuk kam pa pjesën e fitimit. Thjesht unë kam qenë terren, ja kam nis dhe thjesht kam dashur që ajo gjë përfundohet.
kryesisht ku vendosen punën tuaj? Çfarë mendesh? Unë mund të kisha përzgjedh shumë vende të ndryshme, por duke pa që me biseda me miq e me shok, pothuajse nëpër muzea janë shumë pak njerëz që shkojnë. Nëpër kinema ose nëpër institucionet e shtetit ka shumë pak interesim dhe ka qenë pjesa më kyçe për mua që kam zgjedh rrugët. Në rrugë mund kaloj i madh i vogël, moshe e tretë, dhe dikush që nuk e do historinë, do kaloj në rrugë dhe shikoje një herë, dy herë, tre herë, dhe ai që nuk ka dash ta marrë informacion e ka marrë duke pa përdit aty. Cila është murale më e famshme për mendimin tënd? Më e vlerësuar nga publiku? Këtë e lejnë publikut, nuk e di. Ti si mendon? Si ke realizuar më mirë nga të gjitha? Ke punuar me qef? Me qef e me dëshirë kanë qenë gjitha, por mu më shumë më prekin ka qenë moralja e Çamërisë, duke qenë se isha mësuar gjithmonë të bëj luftëtar, histori lavdije, kam bërë historinë trima, brez pas brezi, dhe isha mësuar atë frymën e patriotizmit, ndërsa kur bona moralin e Çamërisë ishte genocidi i Çamës, pastrimi i Çamëve nga Çamëria, rrugës për Shqipëri, ka qenë morale që më ka prek shumë, se nuk isha mësu të boja diçka të dhimbshme, isha mësu gjithmonë me histori trimash. Atëherë jemi në fund bisedës. Kemi një mesazh për shqiptarët kudo, ku ka shqiptar? Shqiptarët patjetër që kanë një histori të lashtë dhe do të jemi të vetëdijshëm që vetëm bashkimi ne mund të na nxjerr të vërtetën. Për aq kohë sa ne nuk sulmojmë njëri tjetrin dhe bëhemi bashkë, ne mund të arrijmë shumë gjëra. Letar të falenderoj, për suksese. Respekt, faleminderit. Palodhje.